Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshit, mëshirplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, me shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 10 të 12 të surës Waqa, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Dhe ata që kanë prirje në besim e që do të prinë edhe në xhennet, ata janë të afërtit tek Allahu në kopshtet e kënaqësisë, pra në xhennet. Afërsia me Allahun është ëndra dhe dëshira e çdo besimtari dhe çdo besimtareje. Ata përpiqen në jetën e tyre që të jenë sa më afër Allahut, krijuesit të gjithësisë. Kuptimi i të qenit afër Allahut do të thotë të jesh prej banorëve të xhennetit, siç thonë edhe ajetet e lartë përmendura të surës Waqa. Për të arritur afërsinë me Allahun fuqiplot, ka disa mjete. Në këtë temë, ditën e sotme pra, do të përmendim 10 prej atyre mjeteve që na afrojnë me Allahun fuqiplot. Mjeti i parë, besimi i sinqert dhe i pastër në Allahun, në profetët e tij, në librat e tij, në engjujt e tij, në ditën e gjykimit dhe në caktimin dhe vendimin Allahut fuqiplot. Sepse besimi na ndriçon jetën, besimi pra është ai që na afron me Allahun, dhe kur ne jemi afër Allahut, jemi edhe afër njerëzve. Pra mjeti i parë për të qenë afër Allahut pra është besimi i sinqert dhe besimi i pastër. Mjeti i dytë është agjërimi me sinqeritet. Agjërimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi dhe pija, por është një adhurim i zemrës, me të cilin robi afrohet me Allahun fuqiplot me sinqeritet. Allahu ka premtuar një shpërblim të madh për agjëruesit dhe ka thënë në një hadith qudsi se çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai pra agjërimi është për mua, thot Allahu, dhe unë do ta shpërblej për agjërimin. Pra kur agjeroj me sinqeritet, kur agjerojmë pra nga çdo e keqe, kur agjeron syri ynë, veshë ynë, gjuha jon, atëherë ky është një agjerim që na afron me Allahun fuqiplot. Mjeti i tretë i afrimit me Allahun është kujdesja ndaj namazeve dhe falja e namazeve vullnetare në këtë muaj dhe në muajt e tjerë. Falja e rregullt e namazeve, falja e tyre me përkushtim, pra e 5 namazeve ditore, është një nga mënyrat më të rëndësishme për të afruar me Allahun fuqiplot. Sepse namazi është shtylla kryesore e fesë. Dhe në muajin e Ramazanit duhet të rritet
kujdesi për kryen e tij në kohën e duhur, si dhe në këtë muaj të begat të falen pra edhe namazet nafile vullnetare apo namazet sunet. Në ajetin 103 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot: Inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Faleni namaz, sepse namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar. Dhe ata besimtarë të pastër, të devotshëm, të sinqert, ata e zbatojnë këtë ajet të Kuranit dhe nuk e vonojnë faljen e namazit, por e falin çdo kohë në kohën e caktuar, më përjashtim të ndonjë rasti, të ndonjë shkaku që nuk është në dorën e tyre, që mund të bëjë shtyrjen e faljes së namazit, por ata besimtarë të devotshëm asnjëherë nuk e shtyn. Siç ndodh me disa të tjerë që hasa është herët, hasa kemi kohë, edhe 1 orë apo edhe 1 orë e gjysmë derisa të vi koha e faljes së namazit tjetër, kështu e shtym. Por besimtarët dhe besimtarët që ëndrojnë dhe dëshirojnë të afrohen me Allahun, ata e falin namazin në kohën e caktuar dhe nuk e shtyn për asgjë. Dhe ta besimtarë dhe besimtare nuk i punson as tregtia, as shitblerja nga falja e namazit dhe nga përmendja e Allahut. Mjeti i 4, në një hadith të ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: kush falet natën në Ramazan me besim dhe duke shpresuar shpërblim, do t'i falen mëkatet e kaluara. Mjeti i 4 i afrimit me Allahun është leximi dhe meditimi mbi Kuranin. Pra leximi i Kuranit dhe meditimi mbi ajetet e tij. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kurani, si thot Allahu i madhruar në surën Bakara, ajeti 185: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërofyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë, rrugën e Allahut, rrugën që na çon pra në xhennet. Ajo rruga e drejtë na çon, ne na afron sa më shumë me Allahun fuqiplot. Dhe dallues i mirës nga e keqja, e të drejtës nga e padrejta, e të vërtetës nga e pavërteta. Kurani është ai dalluesi kryesor. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kur një person e përfundon Kurani, pra së lexuari, për të bëjnë lutje 60.000 engjëj. A ka mirësi më të madhe? Pra leximi i Kuranit dhe meditimi në ajetet e tij na afrojnë me Allahun fuqiplot, sepse Kurani është fjala e Allahut. Dhe kur ne interesohemi për fjalën e Allahut, e lexojmë, meditojmë dhe e zbatojmë në jetën tonë, padyshim që do të jemi afër krijuesit fuqiplot. Prandaj muslimani duhet të ketë një program ditor për leximin e Kuranit dhe për meditimin në ajetet e tij, qoftë në muajin Ramazanit apo edhe jashtë muajit të Ramazanit. Duke ndjekur shembullin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, i cili e lexonte Kuranin çdo natë me Xhibrilin, siç përmendet në disa transmetime të ardhura. Mjeti i 5 i afrimit me Allahun është përmendja e Allahut dhe kërkimi i faljes. Për këtë, në ajetin 152 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot: "Fadhkuruni adhkurukum." Më përmendi mua, unë do t'ju përmend juve. Pra kur ne e përmendim Allahun, e lavdrojmë, e falenderojmë, e madhështojmë,
Ta përmendësh Allah do të thotë pra që të zbatosh mësimet, porosit, urdhrat që ai ka zbritur në Kuranin e shenjtë dhe që e ka shpallur profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Përmendja me Allahut dhe kërkimi i faljes janë ndër adhurimet më të mira që e afrojnë robin me Zotin e tij. Muslimani duhet të ketë kohë të veçantë për dhikrin, pra përmendjen e Allahut, sidomos në syfyr dhe në momentin e iftarit, kur lutjet pranohen. Besimtari dhe besimtarja e sinqert, ata zbatojnë thënien e Allahut në Kur'an, kur thotë ja ayyuhalladhina amanu udhkurullaha kathiran. O ju që keni besuar, përmendeni sa më shumë Allahun. Dhe besimtarët e zbatojnë për këtë thënie të Allahut. Ata e përmendin gjithmonë Allahun në syfyr, në iftar, kudo që janë, sepse ata janë të bindur se përmendja Allahut i afron sa më shumë Allahut. Po ashtu edhe kërkimi i faljes, të thuash për çdo ditë astaghfirullah. I kërkoj falje Allahut. Edhe kjo është prej mjeteve që na afrojnë me Allahun fuqiplot, sepse duke i kërkuar falje, ne pastrojmë vetat tona nga çdo e keqe. Duke i kërkuar falje Allahut, ne nuk i afrohemi të këqijave. Mjeti i gjashtë për të afruar me Allahun fuqiplot është bujaria dhe bamirësia ndaj njerëzve. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte njeriu më bujar në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Prandaj është e pëlqyeshme që muslimani të shtojë bamirësinë e tij nëse ka mundësi. Qoftë duke ushqyer të varfrit, duke ndihmuar nevojtarët, apo duke bërë çdo vepër të mirë që sjell dobi për shoqërinë. Mjeti i shtatë i afrimit me Allahun është përkushtimi në 10 ditë të fundit të muajit të begatë të Ramazanit, ku ne për momentin jemi pra në këto 10 ditë në fundit të Ramazanit. 10 ditë apo 10 netët e fundit të Ramazanit ka një rëndësi të veçantë, sepse në to gjendet nata e 4-rit, nata madhështore, që është më e mirë se 1000 muaj. Allah nuk ka thënë që është sa 1000 muaj, por është më e mirë se 1000 muaj. Është transmetuar se kur hynin 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi e intensifikonte shumë adhurimin, zgjonte familjen e tij dhe i kalonte netët në adhurim, në ibadet. Në një hadith thuhet se ai e paloste dyshekun e tij në këto 10 ditë në fundit të muajit të Ramazanit, 10 net të fundit. Prandaj muslimani duhet të shtojë përpjekjet në këto net e ditë përmes namazit, përmendjes Allahut, i'tikafit pa qëndrimit në xhami dhe namazit të natës, ashtu siç vepronte profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Mjeti i 8 për mjetëve të afrimit me Allahun është lutja, duaja. E dua mukhul ibade. Lutja është pra truri i adhurimeve. E dua silahul mu'min. Lutja është arma e besimtarit. Të kërkohet me përullësi dhe sinqeritet ndihma e Allahut dhe mëshira e tij në këtë muaj të begat dhe jashtë muajit të Ramazanit. Në ajetin 60 të surës Ghafir, Allahu i madhruar thot: "Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë, lutni mua se do t'ju përgjigjem. A ka thirrje më madhështore? Por shumica e njerëzve
nuk e zbatojnë këtë gjë. I lutën Zotin vetëm kur janë në vështirësi. Por kur janë në qetësi, kur janë në lehtësi, kur janë në gëzim, e harrojnë Zotin. Kur i bjen ndonjë fatkeqësi, e kujtojnë Zotin dhe i lutën atij. Zoti duhet të lutet në çdo lloj gjendje që të jemi, në çdo situatë që të ndodhemi, qofshi pra në lehtësi apo në vështirësi. Ndërsa në ajetin pra 186 të surës Bekare, Allahu i Madhuar thot: kur robët e mi të pyesin për mua, thuaj unë jam afër i përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai më lutet mua. Prandaj le t'i përgjigjen thirrjes sime, pra thirrjes Allahut për lutje, për kërkim, dhe le të më besojnë mua dhe askënd tjetër përveç meje, thot Allahu, për të qenë në rrugën e drejtë. Ajo që tërheq vëmendjen te ky ajet është se ky ajet i begat ndodhet në mesin e ajeteve që flasin për muajin e Ramazanit dhe muajin dhe për agjërimin. Prandaj pra, të mos kursehemi dhe të mos murojmë duke u lutur. Allahu e don atë rob i cili këmbgul në lutjen e tij. Allahu nuk e don atë rob i cili nuk është këmbgulës apo nuk lutet për nevojën apo për kërkesën që ai ka. Mjeti i nënt për të afruar me Allahun është largimi nga mëkatet, është pendimi i sinqert dhe shmangja e veprave të këqija, duke qenë të tillë, ne mbajmë zemrën të pastër, mbajmë shpirtin të pastër dhe afrohemi sa më shumë Allahun. Allahu i do të pastërtit, Allahu i do ata që pendohen, i do bamirësit, i do të devotshmit, i do durimtarët. Dhe është muaji i Ramazanit, ai pra që na mëson për gjitha këto virtytet e larta. Dhe është ky muaj që na afron pra me Allahun fuqiplot sa më shumë. Mjeti i 10 që na afron me Allahun fuqiplot është sjellja e mirë dhe morali i lartë, respektimi i prindërve, butësia me njerëzit dhe sjellja me drejtësi. Të gjitha këto pra janë cilësi, virtyte që Allahu i do dhe na afrojnë sa më shumë me të. Dhe ne, pse na urdhon Islami, të jemi të sjellshëm, të jemi për atyre që kanë moral të mirë, të respektojmë prindrit, të respektojmë të tjerët, të jemi të butë me njerëzit, të sillemi mirë me njerëzit, qoftë në Ramazan apo dhe jashtë Ramazanit. Sa më shumë që të angazhohemi me këto vepra, aq më afër pra do të jemi me Allahun dhe do të ndjejmë qetësi dhe lumturi në vërtet në zemrat tona. Po çfarë mirësish ka afrimi me Allahun në muajin e Ramazanit dhe jashtë? E para, qetësia dhe lumturia, qetësia e zemrës dhe lumturia. Në ajetin 28 të surës Ra'd, Allahu i Madhuar thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet me përmendjen e Allahut zemrat gjejnë qetësi. Afërsia me Allahun sjell pra qetësi shpirtërore dhe rehati zemre. Sa më shumë të afrohemi me Allahun, aq më të qetë e të lumtur do të jemi, sepse Allahu është mbrojtësi dhe ruajtësi ynë. Mirësia e dytë, pastrimi i zemrës nga mëkatet. Muaji i Ramazanit pra është një mundësi e madhe për faljen e mëkateve dhe pendimin e sinqert. Kush e agjeron dhe fal namazën në muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë për shpërblim dhe falje, ati i falen të gjitha mëkatet pra e kaluara. Mirësia e tretë, zhvillimi i shpirtit të bamirësisë.
Agjërimi na mëson pra ndjeshmërinë ndaj të varfërve, duke forcuar pra edhe ndjenjën e bujarisë dhe solidaritetit në shoqëri. Dhe mirësia e katërt është kultivimi i durimit dhe i vetëpërmbajtjes. Agjërimi mëson durimin dhe vetëpërmbajtjen, të cilat janë arma më e fuqishme për përballimin e sfidave, problemeve, sprovave dhe vështirësive për gjatë gjithë jetës tonë. Prandaj pra, dhe të përpiqemi që të jemi sa më afër Allahut me besim, me adhurim, me sjellje të mirë, me morale, me bamirësi, me durim e me të tjera pra mjete që i përmendëm pra në këtë temë. Në fund, do të përmend ajetin 133 të surës Ali Imran, i cili thot Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhennetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit. Qofshim inshallah prej banorëve të xhennetit, qofshim për atyre që nxitojnë në kërkimin e faljes, në pastrimin shpirtëror, inshallah. Allahu ju ruaj dhe ju përgatoft, ju familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.